Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Klodiana Vata. Klodiana, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Përshëndetje Gjemi, kënaqësi me kanë këtu me ty në këtë ambient kaq të bukur, kaq të veçantë, edhe me të përgëzohet ty së bashku me stafin, së bashku me Ervinin që keni bërë një punë të palodhën, edhe jam shumë krenare e shumë e lumtur që në radh parë në Toronto ndodh një gjë kaq e bukur, sillet një Albanian Oda Podcast në formën që vetëm Gjemi din me e sjell, edhe më në fund jam e lumtur që ti e bën në ëndrrën tënde realitet. Jo se nuk ka ndodhur ndonjëherë, se unë e di se ti gjithmonë i arrin ato që i ke qef me arrit edhe qëllimet që i ke njët, por që kjo është diçka shumë e madhe dhe të përgëzoj. Faleminderit Klodiana, shumë. Po ndihem i gëzuar të drejtën, kështu edhe po uli kokën poshtë sepse gjithë secili që po vjen po na komplementon, sidomos ti di që ne kemi bashkëpunuar në komunitet njihemi që sa kohë, edhe din që unë kam tentuar me bë këtë së bashku me Ervinin këtë studio. Po gëzohem që të pëlqej shumë. Më pëlqej shumë sepse që nga hyrja çdo detaj është i kurum, edhe mi tana unë e di se sa shumë e vlerëson çdo gjë që ka të bëjë që lidhet me gjuhën shqipe, me Shqipërinë, me Kosovën, edhe shikohet në çdo detaj, që sa hyn te dera, e derisa vjen këtu brenda në studio, që për mendimin tim edhe me aq eksperiencë unë kam, sepse ti e din që unë kam punuar në radio me vite. Po. Është një studio e nivelit lartë. Kështu që ju përgëzoj sepse me të vërtetë është diçka shumë e madhe. Edhe për njerëz të cilët e njohin këtë fushë dhe e dinë se si funksionon, e dinë që nuk është e lehtë, mbi tana me kanë një vend kaq të largët edhe me një jetë kaq të vështirë intensive siç është Toronto, North America. Po. Por që shiko kur ke dëshirë me i bë gjanat edhe i ke për zemër edhe i ke mbi tana qëllimet e mira me zemër të bardhë, gjithmonë arrihen. Faleminderit shumë edhe faleminderit për dhuratën. Ishin dy gjana të bukur, na ke sjell një copë Shkodre. Patjetër. Nuk duhet më ardh pa gjën dorë, se kena traditë kështu. E di. Shkodra ka plot dashuri. Patjetër. Shkodra është qytet me zemër, me humor, me traditë madhe, edhe për ata që se din, Klodiana vjen nga Shkodra. Po, Klodian, du me nis rrugtimin tënd si fëmijë kur ke fillu me këngën. Se di që e marrë qyshe vogël me këngën. Kur ka fillu Klodiana të këndoj kështu? Unë e kam nis këtë rrugtim në moshën 6 vjeçare. E kam nis në fillim me filmin, ku si nisje për mu ka qenë në teatrin Migjeni, edhe kam marrë pjesë në një dokumentar për Klotilda Shantojen, ku kam luajt rolin e Klotildës fëmijë, dhe ka qenë një dokumentar i realizuar nga Bruno Shllaku, dhe ai ka qenë i pari i cili më ka ngrit në skenën e teatrit Migjeni, më ka bët mujtën që unë ta përjetoj skenën për herë të parë dhe ta nis atë rrugtim. E më vonë kam nis me muzikën, që ka nis çdo gjatë tek Qendra Kulturore të Fëmijëve në Shkodër, ku kam marrë pjesë në tëra festivalet që janë bë kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe kanë kënë pjesëmarrje të shumta. Pjesëmarrje të vazhdueshme, të pandalume në asnjë moment, sepse që nga mosha 6 vjeçare dhe deri më sot që flas, asnjëherë muzika nuk është nda nga unë. Edhe arti në përgjithësi, vetëm në vazhdim kuptohet që me rritjen time dhe me rritjen artistike është plotsu më shumë edhe është perfekcionu. Ma vonë kam marrë pjesë në të gjitha aktivitetet që janë bërë në Shkodër, sepse në Shkodër për fat mirë kena shumë aktivitete kulturore dhe kena mundësinë që si artista me u rrit, me u perfekcionu, edhe publiku shkodran është pak i zgjedh kujt me alla nduar trokitjet, kështu që nuk t'i japin kollaj. Ka shije. Nuk t'i japin kollaj. Nuk i japin kollaj. Edhe sfida e parë është me marrë duar trokitjet e tyne, që për mu nuk kanë mungu asnjëherë dhe për këtë jam mirënjohëse ta njëjtën. Edhe normalisht edhe kur shkoj në Shqipëri, unë asnjëherë nuk i ndahem Shkodrës, sepse aty jam rrit, Shkodra më ka formu, dhe në vazhdimsi kanë pjesëmarrjet e shumta në festivalin Tiranë, në Maqedoni,
Në moshën 15 vjeçare testova vedin më sakt ku mora pjesë në një konkurs që marshin pjesë fëmijë nga tanë bota. Fëmijë nuk mund të quhesh fëmijë në moshën 15 vjeçare, se jeni atë moshën e adoleshencës, jeni atë teenager. Po. Por që në atë periudhë bana mora pjesë në një konkurs që nuk e disha se si do të vazhdote, sepse thjesht e bana për me testu vedin dhe fitova çmimin e parë aty, ku nga aty u ba një tjetër konkurs në Paris, nga Lyoni në Paris, dhe ai konkurs ishte për të fituar një bursë në shkollën ICOM, që është shkolla më e madhe e musical, ku trajneri i vocal coach që ishte Pierre Iftyshen, që ishte trajneri Lara Fabian, ku qëlloj që t'ishte trajneri i vocal coach i këngëtares teme të preferume, këngëtares që unë ja kisha ndëgju këngët edhe me këngët me cilat unë jam rritë dhe gjithmonë i kam pas pjesë të konkurseve, po edhe këngët cilat unë i kënoj për kënaqësi teme. E fitova bursën, por që në atë periudhë nuk mujta me vazhdu studimet, për shkak se mama jeme ka lënë një sfidë të madhe dhe mundesh më u kthy në atë kohë në Shqipëri. Ke qenë pa fat aty pak. Nuk e mendoj pa fat, sa e mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye. Edhe mendoj që në atë periudhë ishte një sfidë e madhe për mua dhe për familjen time, por që çdo sfidë vjen edhe me të mirat e veta, nuk ka vetëm të këqija, të forcon edhe të mëson shumë. Dhe në atë moshë qëlloj që mu pjek edhe para kohet, sepse u dote që me marrë përsipër, me marrë përgjithësi të cilat ndoshta një adoleshent nuk e mendon kurrë se mund t'i marrin. U pozicionova dhe kalova direkt në një rritje të menjëhershme. Edhe normalisht aktivitetet ishin të vazhdueshme edhe në atë kohë, por gjithmonë kam pas mbështetjen e familjes time. Kështu që nuk e mendoj se ka qenë pa fat, sepse edhe nga ajo gjë. Kur them pa fat, faqe të bëj. Kur them pa fat, Lodiana, them që gjithaj audicion për një mundësi, një shkollë, dhe ndodh që mami ka kalu një sfidë që dua të las për mamin, sepse kanë takuar një zoj shumë e madhe, një gru shumë e mirë. Mami ka kalu me kancer, ka pas problem. Po, kancer gjirë. Kancer gjirë, dhe e di që e ke biseduar këtë temë me mua, që ka kalu mami një sfidë shumë madhe, dhe ty, si më të ka pjek para kohë, të ka forcu, që t'je si më thonë ajo motra e dytë e nënës. Po, tjera. Si ishte ai moment kur mami e kuptoi edhe familja që kjo po ndodh, kjo sfidë, se kjo është merr për çdo nën, çdo femër në kudo në botë. Për çdo njeri, kjo smundje është shumë e rëndë, edhe tashmë rastet po shtohen dita ditës, edhe është diçka që të bjen, është një bombë në jetën tënde, sepse ti duke jetu jetën tënde me atë intensitetin, me ato planet që ke, dhe ndodh diçka ku ti krejtësisht merr një kthes, cilën ti nuk e ke prit, dhe kanceri është një smundje që nuk i bjen vetëm atij personi, nuk e ndikon vetëm tek ai person. Ndikon te komplet familja. Ndikon te komplet familja. E i vjen vdekje. Është diçka shumë e vështirë. Por mama jam është një natyrë shumë sportive, një natyrë shumë e fortë, për këdo që e njeh, e din, domethënë, unë inspiroj me kanë sa gjysma e saj, sepse ka një energji për lakmi dhe ka një pozitivitet shumë të madh. Dhe forca e saj, edhe gjendja psikologjike, ajo forca që i dha vedit që unë do ta kaloj dhe unë do ta sfidoj këtë smundje, e bani që ajo me u shëru. Ka qenë pozitive gjithmonë. Patjetër, gjithmonë. Se unë ke pas fat të atakojmë, ku na pritën Shkodër, ku ishon me bashortën me Mirjetën në vizit, edhe dole ishe ti dhe mama aty, edhe nuk e harroj atëci. Muj me thonë që, si për mu ka qenë hera parë, t'jem në atë zonën e qytetit tjetër, me dy njerë shumë mirë Shkodrës, me ty e me mamin, e isha me mamin duke bisedu, mi tregon të gjitha sfida që i ka kalu, edhe një mikpritje pa panë, ta majnë veç Shkodër e din ata. E falenderoj shumë, e përshëndes edhe me ka tregu detajisht sfidën, po e kanë kuptu që mami jëtë e ka një pozitivitet edhe shumë luftarake. Ashtë shumë. Po ka një humor, normal në Shkodër s'ka njënim do që s'ka humor, gjithë janë me humor të mirë, po ajo e tregon që më shumë të dhëtë, dhimbja më e madhe për mu kanë qenë fëmijët. Po, patjetër. Që shumë moshtre janë ballafaqu me diçka që si më thoni ka trishtu edhe i ka pjek para kohë.
Është e vërtet, mama ime ka diskutuar shumë për këtë temë, edhe është edhe pjesë e shoqatës YVCA, që në Shqipëri është një shoqatë që punon shumë, drejtuar nga Dona Godaj, një grua shumë e fortë, një grua që është shembull, që nuk ka ndihmuar vetëm mamën time, po ndihmon gra pafund. Çdo njeri është diçka që çdo njeri duhet të marrin informacione dhe të kontribojnë tek kjo shoqatë, sepse Si po bën quhet një shoqata punë njëherë? YVCA. Yve? YWCA, Si. ta themi kështu, Po. që ta kenë më të lehtë edhe njerëzit që na Po. ndjekin, sepse është po bën një punë të palodhun dhe gjatë gjithë vitit jep mesazhe, sensibilizimi, si dhe i drejton dhe njerëzit dhe u jep informacion të saktë, sepse për këtë sëmundje duhet kesh informacion të saktë dhe duhet të dish ndonjëherë edhe qoftë edhe për një njeri që ti e din se ka kancer, qoftë edhe mënyra se si ti drejtohesh. Sepse shumë njerëz që e kalojnë këtë sëmundje e kanë shumë të rëndësishme pjesën se si sjallen njerëzit e tjerë me të. Dhe ndonjëherë njerëzit nuk dinë edhe se si me të pyet, edhe se si je, ose se si me ta drejtu pyetjen. Pra nuk kanë shumë informacion. Ama kjo shoqatë funksionon në Shqipëri edhe jo vetëm, po bën një punë të palodhur me të gjitha gratë. Dhe kemi qenë unë me mamin pjesë e gjitha aktiviteteve pothuajse që kanë zhvillu. Edhe unë kam pas mundësi me kënu edhe këngën time që ja kam dediku mamit, këngën jetë. Edhe është diçka shumë e veçantë, sepse të dëgjosh historitë aty me të vërtet inspirohesh. Ata tashma kanë bërë një libër, ku në atë libër një ndër historitë është edhe historia mamit teme, që kanë mundësinë njerëzit me hy me e pa në social media, edhe librin, kush ka dëshirë edhe me e blej, që në këtë mënyrë edhe të frymëzohet, edhe të dinë që atje jashtë ka njerëz të cilët kalojnë sfida shumë të mëdha, por që gjithmonë ka një dritë në fund tunelit, edhe gjithmonë mundesh me ja dalë. Unë du me të pyet për se sigurisht nga që mami ka kalu këtë sfidë, ti je ndjeni se si ndodh që ndodh. Si shfaqet simptomet e para, sepse thuhet nëse e kupton më herët, Po. është më mirë. Po si bëhet, a ka si më guidelines se kur duhet shku të Patjetër. çdo femër, në cilën moshë, kur fillojnë këto testet, që të bëhet një test me ditë se me nxon më herët, shancat për mbjetesë janë më të mëdha. Çdo femër e ka mundësinë sepse ajo fillon nga vetë kontrolli. Pra çdo femër duhet të jetë e kujdesshme që të vetë kontrollohet dhe mbi të gjitha për vajzat të cilat e plotësojnë moshën për me bë mamografit duhet të jenë të vazhdueshme edhe kontrollet tek mjeku, sepse problemi i parë një herë në Shqipëri ka kënë kjo tabuja që jo ne nuk shkojmë mu kontrollu, sepse kanë pas komplekse. Nuk është kompleks me shku me u kontrollu te doktori, sepse parandalimi shpëton jetë. Po. Dhe në këtë mënyrë mundesh me shpëtu veten edhe me jetu një jetë krejt të qetë, sepse kur dallohen simptomat që në fillim kur janë ato shenjat e para, është më mirë, se sa unë kam dëgjuar edhe gratë të cilat thonë jo nuk shkoj se unë kam frikë. Po nga ta dish se ç'a ke nëse ti nuk shkon te doktori për mu kontrollu. Pra edhe nëse Bëhet vonë ti dikur, kur shkon po edhe vonë. nëse ti e merr vesh, prandaj e sjell si mesazh edhe nëse e merr vesh, është diçka që tashmë e ka një zgjidhje. Por nëse ti nuk shkon dhe nuk je i vëmendshëm për ta kontrollu veten edhe për të ndjek për ato kontrollet e doktorit, atëherë është shumë vonë. Dhe e kupton më vonë që është një gabim shumë i madh ajo mendësia që ke pas ose ajo neglizhenca, sepse shumë gra shqiptare që janë për tu përgëzu sepse janë gra shumë të forta dhe bëjnë shumë për familjen, e neglizhojnë e lanë veten shumë mbrapa. Tu marr me Gabim. fëmin, tu marr me familjen, Gabim. tu punu shumë fort, tu thane se fëmia, se shkolla e fëmijëve, se kjo se ajo, se unë e kam pa edhe e shoh për ditë, e prekim këtë realitet. Duhet me mendu për veten dhe duhet me dash veten në fillim, sepse tu ken ti mirë edhe familja jote është mirë. Shkon zinxhir. Zinxhir është. Do mund testet mi ba, ekziston mundësia që nëse është në zhvillim fillimet e para, Po. kancer, ekziston mundësia për një shërim më të shpejtë. Patjetër, më të shpejtë Normal dhe më të çdo lehtë. rast është në vetë se unë nuk jam Është i ndryshëm ekspert i sepse kësaj, po. normalisht as unë jam eksperte, por duhet me pas informacion dhe duhet me u informu. Që me ditë, unë këtë e sjell si mesazh pastaj për të tjerat, normalisht që gjithkusht duhet mu drejtu tek mjeku,
dhe duhet me pas kontrolle të vazhdueshme. Por që parandalimi në kohë është një shërim më i lehtë, më i shpejtë, nëse ndodh që dikush e ka këtë sëmundje. Të përgëzoj për angazhimin me mamin aty tek ajo shoqat dhe përgëzoj edhe atë prisin e shoqatës. Dona Godaj. Dona Godaj, e përshëndesim. E përshëndesim patjetër. Edhe i urojmë forcë dhe vullnet që të vazhdojmë me tutje, që sa më shumë gratë afrohen, të ndihmojnë, të krijohet një sensibilizim. Unë mendoj që është një kauzë që çdo femër shqiptare duhet të jenë ndjeni. Se jetojmë shekullin 21 tash, ka mundësi. Se edhe vujtjet janë të mëdha për zotin, e familjet që kalon këtë periudhë, një nanë apo një motër apo. Është e vërtetë. Si thama, është zinxhiror pastaj, afektohet gjithë familja, po i përgëzojmë për punën, edhe unë të përgëzoj për ty që ke qenë pranë mamit, po Klodian tha që të ka pjek më herët kjo. Po. Si të ka bërë, se ke qenë e re, 15 vjeç. Unë e di vetëm që kur e ka marrë vesh, gjëja e parë që ka menduar ka qenë, kjo gjë ashtu ndodh, është fakt që po ndodh, edhe si do përgatitem unë për të ndihmuar familjen time. Dhe u mundosha që edhe me marrë me humor. Më thanë kur shkova takova mamin, ishte në operacion edhe tha, gjëja e parë që tha si ishte shtrime në spital, tha, ma kanë hek, tha xhirin. Sepse për një femën dihet që kena qef pamjen estetike, pamjen e jashtme me pas, se kjo është ajo gjëja që të vret më shumë. Edhe i thashu, pse e vret mendën? Angelina Jolie ka hek të dy. Çe vret mendën? Edhe unë e disha mbrëma se si isha tuni në ta momente, se ishte shumë e rëndë. Por mbështetja e familjes, ajo është edhe tek gratë shumë e rëndësishme për ata cilat kanë një partner, te partneri, mënyra se si partneri ty të mbështet. Sepse ti pëson ndryshim, po nuk mëson ndryshim vetëm fizik, po edhe emocional, edhe psikologjik. Dhe është shumë e rëndësishme që çdo njeri pranë teje, po sidomos partneri, të jetë një me ty dhe të mbështesin, sepse është një sfidë shumë e rëndë. Dhe pa njerëzit, dhe pa këtë mbështetje, dhe pa mirë kuptimin, nuk ec asnjëherë. Un kam pas rastin me mamin, për shembull, që mami i kishte flokë të gjata, të zeza, të bukura. Dhe në momentin kur i ran nga kemioterapia, sa ishin tu i dal flokët, edhe i kishte flokë të shkurtra, atë kishte qellu në rrugë, ishin dal me dikën, me babin, dhe i kishte thënë, sot ka plak gruaja. Sepse e kemi pak këtë. Futemi në atë zonë ku s'duhet. Ku nuk duhet. Dhe jem shumë ofendues dhe kështu, pa e menu fort. Duhet me pas shumë kujdes me kjo pjesë, kështu që për këtë them më shumë që njerëzit duhet keni informacion, edhe duhet jenë më të kujdesshëm, sepse këtu në Kanada është ndryshe me sistemin me pjesën e shëndetësisë se si funksionon, sepse edhe nga shteti ka shumë ndihmë, ndërsa në Shqipëri është shumë e vështirë dhe është për të ardhur keq se si në spitalin e shtetit bëhen kemioterapit, ku mungojnë shumë gjana, dhe prandaj edhe shoqata që përmenda së bashku me Donën po bëjnë një punë të palodhën që të sensibilizojnë njerëzit dhe të jetë më në vëmendje të shtetit shqiptar, sepse nuk kanë atë çka ju nevojitet. Gjëja e parë një herë nuk i bëjnë kemioterapit në karrige. Kemioterapia duhet bë shtrirë, duhet ketë kushtet e veta, etj. Paruke, e shumë gjana tjera në vazhdimsi që janë pjesë e këtij rrugtimi. Dhe prandaj gjithmonë kam dashur me u dhënë vëmendje kësaj pjese dhe prandaj edhe unë po kontriboj, por që duhet kontribut nga të gjithë njerëzit nga pak. Sepse mendoj që është diçka që njerëzit vetëm atëherë kur e prekin vet e kuptojnë se ç'është. Gur në gur bëhet kalaja. Ashtu. Gjithë cilën ne dhënë kontributin e vet. Klodian, do kthehem tek muzika. Tek kënga. Mbas atij momenti kjo që ndodhi me mamin që u ktheve, fillove ti vazhdove ndërkohë, po na tregon për atë periudhë se si u mundove si mund të vazhdosh prapë me këngën e. Aktivitetet kanë të pandalshme dhe live-et që më kanë bërë mua afro më shumë me publikun, është një tjetër experience live që të rrit shumë si artiste. Kam pas fatin e mirë me pas të profesion, sepse ke mundësin me udhëtu shumë, ke mundësi me pa
botën, me pa gjana të reja, me taku njerëz që janë nga më të ndryshëm, me kalu eksperienca të cilat të rrisin. Është një rrugë e vështirë ku ti sfidohesh shpesh herë, goditesh, por besoj që rruga e artit është e njëjtë në tanë botën. Sepse edhe me ardhjen time në Kanada, e kam pa që rruga e artit është njësoj kudo. Dhe tashmë edhe bota po fillon të bëhet njësoj. Por sidomos tek fusha jonë dihet që ka ato vështirësitë e veta. I kam te kalu jo vetëm sepse i kam te kalu për shkak të punës edhe për shkak të asaj qëllimeve që kam dashur me arrit, por i kam kalu edhe për shkak se mu më kam shtet shumë familja dhe në këtë rrugë më shumë e rëndësishme mbështetja e familjes, sepse unë e përmendi mamin se kuptohet që mama ma delikate edhe ka kenë afërmjet ma shumë në publik, por nuk mund të la pa përmend edhe babin, sepse jo për shkak se babi jam, por si gjithkush ka babin më të mirë, sidomos për vajzat. Por me të vërtetë e kam si shok. Edhe ka një mbështetje shumë e madhe. Sepse kam pas fatin që baba jem të jetë një njeri që ta shohin realitetin ashtu siç është, ka një njeri me një qetësi olimpike dhe që gjithmonë ka kanë mbështetje babi edhe vllai. Sepse normalisht për profesionin që baj une, për një pjesë akoma në Shqipëri është një profesion i paragjykuar. Por që familja jeme ka kanë gjithmonë mbështetje dhe e kanë pa për atë çka është profesionin, edhe mu më ka lehtësu sepse i kam krah. Dhe normalisht, sidomos për një vajzë, kur ka mbështetjen në fillim të babës, po pastaj edhe të vllas, është një tjetër hof që ti merr, është një tjetër siguri që ti ke. Dhe për këtë kam qenë shumë e lumtur sepse e kam ditë që gjithmonë e kam pas atë mbështetjen, atë shtyllën e fortë, edhe ajo më ka bë me ecë. Dhe në vazhdim mandej edhe kur kam pas atë shkputjen time që kam ikë në Kanada, këtu ka qenë sfida me mama dhe kur kam ardhur këtu sepse nuk e kam njoft, ka qenë një territori pa shkelur për mua, ka qenë çdo gjë e re, një vajzë që është rrit në Shqipëri, kuptohet ku çdo gjë funksionon pak më ndryshe, tu ardhur në një botë të lirë siç është Kanadaja. Na flet për këtë pse edhe Kanada, pse? Kur u mora vendim me ardh? Mu më intereson kjo gjithmonë, çdo kush që vjen këtu në intervistë, unë ma hnitem me atë vendim tëmë, qëka shtyri të vinë Kanada? Largë, o shumë largë. Po. Hajde, unë isha i vite 90, unë një shekullit kalum që marrë këtu. A dijen arsyet e luftës Kosovë. Po tash viti 2025, 2026, dhe po vinë. Ti ke arë para sa? 2021. 2021, me 10 dhjetor të 2021. Po. Akoma kanë në karantinë gjithë këtu, deri në prill. Qa të shtyni me arë? Ku ishte arsye? Atëherë, në atë periudhë, unë isha duke jetu në Tiranë, edhe në një kohë shumë të shkurtër, po basha shumë, kam pas një jetë shumë intensive edhe atje. Isha duke punu në show humorit, si që ishte Alpazari në atë kohë, ku gjerasin me përshëndet edhe Agron Lakaj, që më afroj edhe mba një pjesë të ati show, ku mësova shumë edhe e pata si një eksperiencë shumë të mirë si aktore, sepse të kesh materialet ndryshme, personazhet ndryshme, të jep mundësinë me lëvru edhe me eksploru shumë. Dhe njëkohësisht po punusha edhe në Top Albania Radio, ku në atë kohë dhe më thanë, përveç këtyre 2 angazhimeve, kisha edhe shkollën, ku isha duke studiu drejtësi, dhe avokate. Në atë kohë Klodiana Abat, juristja e famshme. Dhe në atë kohë isha dhe senatore klase dhe kisha shumë përgjithësi, ndonjëherë ndalesha thosha, po si kam marrë tonë ta gjona për sipër. Kisha edhe këshilla për shembull që më thoshin njerëzit që mos një njeri që don mi bë tana nuk bën asgjë, po për mendimin tim nuk është kështu. Sepse kur je në këtë moshë, kjo është mosha ku ti mundesh me provu. Kjo është mosha ku ti mundesh me pa kurrin më mirë. Testu kurrin më mirë, bravo. Dhe çka ka të keqe? Pse mos mi bë tana? S'm thoshin mu ti edhe prezantuese dhe këngëtare dhe aktore, se sikur i thusi. Unë i kam testu dhe më kanë rezultu të suksesshme, kështu që kur di mi i bë, pa modesti fare, pse mos mi i bë? Sepse ka vende ku unë jam shumë modeste, po ka edhe vende ku duhet me e pranu atë çka din me bë. Kështu që në moment kur ti e ke si aftësi, atëherë pse jo? Dhe në vazhdim si ti mundesh edhe me ndru, sepse varet se si të vjen jeta. Por që pse jo?
Dhe Unë mendoj, fal që ndërprej Claudia, unë mendoj që s'ka më mirë se me pas mundësinë me provu, me testu diçka, a je para puna apo nuk je. Tash puna e artit, prezantimi, kënga, aktrimi, moderimi, janë shumë afër njëra tjetrës, po janë edhe shumë larg njëra tjetrës në njëjtën kohë. Se për me qenë këngëtare normal duhet me pas talentin për za, po tash çfarë zhanri do me këtu, këngë arktuse, apo këngë popullore, apo je sërë këngëtare muzikë klasike, po edhe për punë aktrimi, do me bo televizion, apo do me bo film, apo teatr. Kanë dallim njëna me tjetrën, shumë. Shumë dallim. Po është fat për një vajzë tre, si puna jote, me pas shansën me testu. Se unë e di tash këtu du me dalë. Kur i artin Kanada, i arë me studiu për aktrim këtu. Po. Na flet për këto. Se po dalë të pyetja, se shkova pak larg, po do të kthejmë, se nuk harroj me dalë. Aty më rëndësi, po. Unë vendosa me art, sepse si gjithmonë, gjithmonë kam dashur me testu veten. Edhe më kishte ngel pak peng që nga mosha 15 vjeçare që tash për rrugtimin tim në Paris. Sepse gjithmonë e kam dashur me provu veten në një vend ku nuk njoh asnjëri, në një vend. Ka bën baraka që s'dolli Paris, ha? Jo, nuk më ta kam bën pak peng. Po. Okej, mund të ngel pak, por që e kam zëvendësuar me ardhmjen time këtu. Do më thënë, e kam arrit atë. Dhe ka këtë një ditë transmetimi në radio. Edhe dihet, fusha e artit, po edhe televizioni është shumë i vështirë. Televizioni ka shumë konkurrencë, ka shumë bryla, ka gjana nga më të ndryshmet, që në të thash nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh në tanë botën, është e njëjtë kjo rrugë. Dhe në atë kohë vendosa, thash, okay, do marr një kohë pushime dhe do shoh veten jashtë Shqipërisë. Do shoh dikun ku nuk më njeh asnjë njeri dhe ku gjanat nuk fitohen lehtë. Kështu që piknisja ka kanë për në Amerikë, por që duke pa shkolla, duke pa fiz edhe çmimet që janë të shkollave që janë shumë të larta, edhe duke pa fiksa të çka unë kërkosha, mu përshtat më shumë ardhja ime në Kanada. Kështu që kur kam vendosur me në Kanada, kam zgjedhur që me vazhdu studimet këtu dhe kam zgjedhur degën Acting for Media. Por Acting for Media është diçka krejt ndryshe, sepse ka të bëjnë me televizion, ka të bëjnë me kamerën, ka të bëjnë me filmin. Ndërsa teatri që kisha bëu në jetën time, është krejt diçka tjetër. Të jesh një aktore e teatrit, kërkon një tjetër teknik, ndërsa filmi kërkon teknik totalisht tjetër. Unë atë pjesën e teatrit unë e kisha prek, edhe e disha se si funksionon, e kisha përjetuar edhe kënaqësinë që është një tjetër kënaqësi nga filmi. Tash nuk ishte e njëjtë dhe e dosha me e provu, sepse tash edhe kohënat kanë ndryshuar edhe çdo njeri besoj e ka atë ëndrrën si aktor që me kanë pjesë e një filmi. Ose me bë një film, sepse unë në Acting for Media kam prek regjizurin, kam prek aktrimin, kam prek post-production. Ka qenë shkollë që i ka pas gjitha. I ka pas gjitha, kështu që jam formu si artiste, sepse pata mundësin që të mësoj çdo gjë nga fillimi. Kam pas mundësin me u trajnu nga mësues që profesor që kanë shumë të mirë dhe që ma kanë mësuar çdo zhanër ashtu siç duhet. Më kanë dhënë mundësinë që me pas projektet e mia brenda në shkollë, ku kanë projekte filmike shumë të bukura, me skenare që ata i kishin shkruar. Dhe normalisht çdo gjë nga fillimi, unë s'disha për shembull se si janë self-tapes, audicionet, si funksionojnë, sepse tashmë ti e di vetë në këtë fushë. Jena fokusuar gjithë tek self-tape, nuk ka më audicion in person. Jo, s'ka live. Audicion me taku live nuk ka, fatkeqësisht. Ajo ishte gjëja më e vështirë për mua, sepse nga një aktore që ata audicionet, atë emocionin që e ke para audicionit, kur i takon njerëzit, kur i ke përballë, tashmë do të më mësoj me diçka tjetër, por që edhe kjo ka të mirat e veta. Po. Ama kur kam marrë to, jam përballë me një vështirësi të madhe, sepse është edhe vendi i ftohtë, po edhe mentaliteti krejt ndryshe, jeta krejt ndryshe, vetëm në një mosh shumë të re, 19 vjeçe, ti je akoma nuk e din se ç'ashtu ndodh, nuk e din ç'a don. Por që jam rrit, jam formu shumë edhe jam shumë e lumtur që ja kam bë atë zgjedhje. Është sfidë në vete, por të ka forcu, po më duket. Shumë. Edhe kjo të ka pjek pak ma shpejt. Më ka pjek shumë.
Se dje e shumë e re me vjeti. Po. Po. Unë jam 23, që të themi. I ke bo 23? Po. I bono. Ku i bono? Ku më? Me 14 gusht. 14 gusht. Po. Okej, tash i boj 24. Kur të vinë gushti. Kur të vinë gushti. Po, është largo gushti. Prej tash e edhe pak. Keko. Kam kohë. Mirë. Unë e di edhe gjatë angazhimit tonë në komunitet që ti ke kontribuar kudo që ka pas nevojt, i ke dhonë si thoi një dorë me këngën. Unë e vlerësoj edhe këtë shumë, se gjithmonë me Ervinin e Thanks veçantë kemë aktivistin komunitar këtu. Kushdo që vjen këtu edhe ka kontribu ne vlerësojmë edhe donë që të tregojmë, sepse Klodiana ka këndu edhe thjesht nuk ka kërku fare. Po, tjetër. Në shkëbim në monetar, po e ka dhënë kontributin e vetë, edhe unë mendoj që një pjesë e madhe e vlerësojnë. Pa tjetër. Edhe unë e vlerësoj shumë, jem takuar në shumë i vete ndryshme, po si ka qenë e periudhë e fillimit, kur edhe shkollimi këtu, ballafaqimi me diçka 3, po të njëjtën kohë edhe angazhimi në komunitet. Atëherë në komunitet, du ta them sepse unë asnjëherë nuk kam dëshirë me anashkalu ose mos me përmend ata njerëz të cilët më kanë dhënë mundësinë edhe më kanë afru. I pari që më ka afru në komunitet ka qenë Bujar Zeinullahu, i cili pa asnjë kompleks edhe me shumë dëshirë të mirë më ka afru në shoqat dhe më ka thënë që Klodiana je mirë pritun, je mirë se ardhën dhe më ka bë pjesë të aktiviteteve. Dhe aty unë jam përballë për herë të parë me komunitetin shqiptar në Kanada. Dhe më pas normalisht kontributi jem ka qenë i vazhdueshëm, edhe është i vazhdueshëm për komunitetin shqiptar, sepse mendoj që asnjëherë nuk mundesh me u shkput nga ajo çka të përfaqëson. Edhe për mu si artiste, unë për shembull mundem me bë dhe aktivitete me njerëz të nacionaliteteve të ndryshme, siç ka ndodhur këtu në Toronto, ku unë kam punuar edhe me band dhe kam kënu këngë të repertorit huaj edhe e kam shiu si experience, por që asnjëherë nuk e kam harru dhe nuk e la anash kontributin në komunitet. Sidomos ku në çdo aktivitet që bëhet për festat e nëntorit ose siç ishin këto të fundit për shkak për cilën unë erdha për pavarësinë e Kosovës, unë i theksoj gjithmonë që gjaja më e rëndësishme është gjuha shqipe. Dhe është një trashëgimi. Është ajo çka ne na përfaqëson. Ajo çka e mban gjallë një këmbë. Është gjuha. Kështu që e shoh edhe përpjekjen edhe e vlerësoj edhe e shikoj që janë duke punu shumë që të krijojnë edhe një ambient për gjithë shqiptarët, që uroj të realizohet sa më shpejt. Dhe me të vërtetë është diçka që nuk duhet anashkalu. Nuk duhet anashkalu dhe puna fillon në shtëpi, në familje, kur prindrit flasin shqip dhe fëmijët mësohen, e thejnë veshin duke dëgju gjuhën shqipe dhe u trashëgojnë edhe brezave. Sepse ne jena të shpërndam të anë botën, por nëse jena, tash është një fenomen kjo gjë dhe dihet. Unë kam taku shqiptar kudo. Kam ikë edhe në Australi, kam taku edhe në Dubai kur isha tashmë dhe shikoj që jena hap në të anë botën, por është shumë e rëndësishme pavarësisht vendit se ku jena, mos ta harrojmë. Edhe nëse nuk shkon kur me bë pushime në Shqipëri, për gjatë vitit në shtëpi kur shkon të ndëgjohet në shtëpi siç e kena thënë na gjithmonë au lodhe ai mirë. Au lodhe. Flasim shqip. Sidomos kjo shkadrancia jote është e fortë. Si ke një? Nadia mirë. Nadia mirë. Ke pa me fjetë. Nadia mirë është natën e mirë, a? Ja. Nadia mirë është mirëmëngjes. Gabim. Si marhala nuk e mësove. Si më dhe tha natën, apo thu natën. Ishtë të thojnë tonë. Ishtë të thojnë për natën më thu Nadia mirë. Nadia mirë. E di se përdoret do të në Kosovë, anë Dukaxhinit, po jo me shkruajtjen të. Nadia mirë, do më thuhet me mirëmëngjesi. Edhe kjo më pëlqen au lodhe. Au lodhe. Edhe kaken. 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 Po. Dhe më o kon.
Na thojnë Kosovë u konë, ose ka qenë në gjuhën standard. Po, kem folë edhe për këtë, nuk e ke problem që ta flas gjuhën standarde kështu pa problem. Nuk e kam problem sepse kam punu në radio dhe normalisht për të respektu gjuhën televizive, për të kanë e kuptueshme nga gjithë. Normalisht që e kam zgjedh që me punu, me perfekcionu dhe më zhdasht me fol të pastër në radio, sepse nuk mundesh me fol pavarësisht se... I zhdasht me mujtë, se na shqip flasë. Gegnishtja ashtë Jesi unë që po mundohemi i shkreti, gjuha brite. Po, a di sa është e vështirë për mu, Kledian? Unë jam i lindur në Kosovë, i rritur në Kosovë, dhe jam nga zona lindore, quhet komuna e Dardanës tash, që është kufi, ku është Përsheva Bujanoci, quhet zona në Moravës. Unë 8 vjet i kam bo atje, jetë pas të edhe në Prishtinë, ku më shkollën mesme në fakultetin. Dëmon, e kam një gjuhë hibride që edhe nga e zona nga vi, nuk jam 100% si ata, as nuk jam 100% nga Prishtina, pas jam 100% nga këtë, dëmon, gjithë tonë jetën teme, ta më një dialekt mësu, ku më kalu të tjetëri, edhe sot jam që mundohem është një farë miksi. Me u përshtat, po. Me u përshtat, bile i kam do më thojnë, po ti po mundosh me thy gjuhën Shqipe. Jo, po mundohem me qenë me kuptueshëm për tënë, se edhe këto që për thej nuk jam të e thy ku me ditë sa mirë, që jam të bënë se më del muna i fjallë, po spaku du të me qenë i kuptueshëm, se qka gjuha Shqipe, janë 2 dialektet maja, dialekti Gegel, dialekti Tosk. Po ka 9 dialekte, ne kemë mësu në fakultet si aktor, në klasën diksionit. Profesorin djerë tash me Enver Petrovci, njeri i madh, njeri që ka ditë me të mësu se si me zbërthy tekstin, ne jem ballafaqu me gjuhën. Edhe nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë me thy. Unë e admiroj këtë për ty që mundesh me ndru, por nuk është sikur një aktor skocez ose aktor anglez vjen në Amerikë dhe bën aksentin amerikan. Shqipja është pak ma e vështirë se... Është shumë e vështirë. Po. Por prandaj edhe unë jam mundu me moderu, edhe në intervistat e mia mundohem që ta flas dialektin e Shkodrës, ashtu siç flas unë në përditshmëri. Po e ketë letë, ndoshta unë e kam gabim. Është i kapshëm, i mirë, kështu nuk është i rancë, si më thonë. Nuk ka të bajnë, mendoj që tashmë çdo kush arrin me kuptu gjuhën shqipe në çfarë do lloj dialekti. Besoj që po. Dhe besoj se tashmë edhe televizionet kanë bot mujtën që edhe dialekti i Kosovës me kanë shumë i kuptueshëm dhe nuk është ma një problem, sepse dikur e bashin shumë gjatë madhe që nuk e kuptojnë, po tash kuptohet. Kledian du me shtu këto, në Angli vitet 80 ka qenë një problem i madh që dialekti skocez nuk ka qenë i pranuar në BBC. Po. I njëjtë sikur tash dialekti i Kosovës ose geg nuk bën në televizion, sepse gjuha standarde gjas me Selian. Ata nuk ta thonë, po në kuptohet në mes rreshtave. Edhe skocezët thotë, po na paguajmë taksa BBC-s. Pse na mos përfarsohemi? Si është e mundur? Edhe kur dalësh me dëgju aksentin skocez është kogja i rande. Është shumë i rande. Shumë i rande, është sigur më rande se kjo gegnishtja jonë me shqipen standarde. Është deri dikuj pa kuptueshëm. Vitet dikun 80-a, 83, 4, nuk jam i sigurt, ma në fund BBC-a ka pranuar që të merr një moderator dhe u hap rruga, sepse ka në pjesë e Britanisë Madhe. Po, tjetër. Edhe unë mendoj që mënyrën direkte kjo i ka ndodhur me gegnishtin e Kosovës, mos të në gjuhën e kosovarëve se urrej këtë term, s'ka të qef. Nuk e kam fare dëshirë, asun këtë term. Jam shqiptar, edhe, po, ne jena shqiptar. Nuk më ka pëlqy dhe nuk më pëlqen këtë term. Hitë se du, edhe unë të e di pse kem folja për këtë, po ma në fund, në ashtë mënyrën direkte u hap dera dhe të familiarizohen me dialektin. Mirë do ishte që sa ma shumë televizion, t'ju jipet mundësia, që mos dijen keq këta se në fundit bazamenti gjuhë shqipe o gegnishtja. Po tash, adin, pa e bo mundi keq askën, se po dijet tash ma. Këtu fillon diskutimi. Këtu fillon diskutimi. Na dim edhe pa drejtësinë se une këtë fjallor që ka marrë. Se e ke, për të e ka marrë. Ja këta këtu që ka marrë, jam prodhu. Mos tush se e ke veçti. Jo, se unë kam nga shkronja në zhë, nga shkronja A e ke me tutje. Ja, për shumë, këtë fjallor... Unë kam nga A-ja? Po, dhe më. Dhe më.
Unë e kam në me zhë, Po. fjalori i gjuhës sot me Shqipe i prodhuar nga rilindja. Ky është botim i duhet me qenë një vitit dikun mas viteve 72, kur ka ndodhur kongresi i madh i gjuhës. 1981. 81, po. Po. Tash ai kongresi i famshëm i gjuhës shqipe që ndodhi në 72-ën, unë mendoj që ju bën një padrejtësi shekullore, epike, kreshnike, e tmerrshme, si ta quaj, Po. gjuhës shqipe, jo vetëm gegnishtës. Nuk ka nevojë të kem frikë nga paskajorja. Duhet hapet dera sepse tani jem shqiptar, edhe gjynaf me humb ato fjalë. Ka shumë fjalë. Që ana ime një fjalë. Nana ime thoshte me një rend. Oj nana po vjen, me një rend. Në gjuhë shqipe është me një herë, ajo njëja. Po tash do thot me një rend, do mon në renditje me një rend, do mon ti je në rend me ardh, ose o shumë shqip, nuk ka ku me shku, ose fjallën që e thonë unë mu rëzit. Po. Në shqip një thonë mundëzi. Po mundëzi është, si më thonë, end result, rezultit i fundit, dërsa mu rëzit është proces. Rrezet e djelit të rëzatojnë e rëzitësh. Po. Duhet mu hap televizioni, duhet sa ma shumë më hap. Mi dhënë mundësia tanve dhe mu fu gjitha ato fjallë me s'me humbë. Se janë fjallë të vjetra, shqipe, arkaike që duhet të eksplorohen. Kjo është një problem një tem që unë kam qef ta trajtoj me gjutar, po gëzom që, sidomos muzika rap, reperat e Kosovës, e kanë hap dhe në Kanë arrit me depërtu. Kanë arrit me depërtu dhe me thyat mitin, po tash edhe pa këto që janë show të Big Brother, këto që po fusin, të familiarizohen njerëz. Besoj se tashma është thuj goxha dhe njerëzit e kanë mundësinë dhe të thash nuk është më ajo tabuja ose ajo ideja që nuk merren vesh. Sepse është masa e kuptueshme. Ashtu siç është edhe dialekti jem i Shkodrës që është krejtësisht i kuptueshëm dhe unë kur isha dhe në transmetim, tek isha të përshëndetje të dashur dëgjues, basha mylljen edhe direkt unë kalosha në dialekt dhe më thoshin mu, si ka lënë kështu do të ngatrohesh, edhe unë nuk e kam problem, por gjithmonë mundohem me rujt, sepse ajo më përfaqëson në fundit. Dhe nuk kam pse unë me u detyru dhe me fol gjuhën letrare në përditshmërinë teme. Unë do ta flas në televizion nëse unë jam në rolin e gazetares. Jo, me na ndalon shtëpis, po na ndalon kërkush, jo na pe flasim. Në shtëpi unë foli tamam çush foli normal. Po. Problemi është që ç'a më bone kur dal këtu para kamerave këtu ku është ajo gjuha jeme, si me qenë unë i kuptueshëm. Unë po këtë kuptom. Po kuj më Klodian, apo në amat kompliment, jam të e cile. Krejt i kuptueshëm je, besoj se unë krejt e kuptueshme jam. Jo, e kuptueshme je sa dush, po më thash, kam pas kritika nga shokët mi, jo, po ti shumë po mundohesh me, si të në anglisht washed up, me klapa gjuhën. Unë për vete e di që e kam problem, edhe mundohem që s'paku ta gjej një merë që gjuhën shqipe, standardet, mund me atë akcentin tem nga vita, po është diçka, nuk është e letë. Nuk është e letë, sepse fatkeqësisht kemi jetu me një shtet, gjuha si u bo ekstreme ka shku standarde. Historia është pak e koklavitën. Shumë e koklavitën. Po, ne s'duhet ndalimi edhe unë besoj dhe shpresoj që tash po hapet dera, që gjitha ta shqiptar nga do që vinë, si do që flasin, të pranohet gradualisht. Mësojmë për një tjetrin, si thot kjo, pse thot, se për shumë Shqipni ju i thëni tapet të tijut, ne i thëni tapet, tapet janë wallpaper, këto që vendosin mu. Mine edhe me Ervinin dhe një kur të batë qa mundohem të spjegoj, ta di edhe si thënë gegnisht, edhe si thënë gjuhë standarde. Dhe na kena në Shkodër, kena disa fjallë që i kena, do mates, mollat artë. Molle artë. Se më molle artë do mate? Se kam zjarun. E patate, mu si thoni kërtolla. Kërtoll, po. Në Ulqini thoni kërtolla. Shef, duhet me ditë. Përdoni të moni, ende kërtolla. Po, unë për vitni po. Unë kur i tham, mam s'nejher me mba me hangër, i tham, apo mi bënda kërtolla. Kërtolla do moni, e përdoni në vend patatës. Nuk i tham, lutem, do mi pësh ca patate? Nuk i tham kështu. Jo.
Normal që si thu. Klodian, të kthehemi tek kjo, më falë, vetëm këtë libër që... Se ke hall me i vunë vëndë? Jo, më këtu le. Ja, mirë, rregull. Të kthehemi te studimet këtu për media. Në klasën e aktrimit aty. E kuptove që ka diçka më shumë unë. Se më kur u ballafaqove që sistemi këtu amerikan më ndryshe. Ka shumë më shumë. Edhe është një sistem që kur e kupton, aty konfuzohesh edhe thu, pse e kuptova? Aha, po, Ka herë është më mirë mos me ditë shumë. Ma i qeti. Ma i qeti, ja. Po, është pjesë e procesit, dhe me thënë, ti rritesh, ti merr vesh shumë gjana dhe masanej është në dorën tënde për me vendos. Unë i kam lëvizjet e shpeshta, tash shkoj edhe në Shqipëri, vi lëvizje kudo në përbot sepse ma dëm profesione. Edhe shumë njerëz po më pyesin, ku jetu? Edhe unë i tham për momentin gjithkohë. Dhe nuk e kam problem ta them, sepse unë e kam mundësinë me ndajt në Kanada. Kam mundësinë me ndajt në Shqipëri. Kam mundësinë me ndaj jetën midis dy vendeve, sepse unë momentalisht nuk kam as angazhime familjare përgjithësi, siç do thotë të jem një grua e martume që ka fëmijë dhe ka përgjithësi familjare. Po domethënë je beqare, si e martume. Këto deshta me dalë, si më thamë, po ti ma kuptove. Klodiana që ka ende beqare, pa martume. Nuk... Si e lidhe me askënd, a? Ja. Vesh ta dime, okej, në rregull. Se ishte rëndësishme me thonë. Po. Edhe nuk është se e kam këtë përgjithësi momentalisht, kështu që e kam mundësinë për me lviz. Dhe prap dalim, siç të thashte ajo që po ti nuk mundesh me i bota na. Dalim edhe te kjo, po ti nuk mundesh me lviz me shkolla edhe këtë anë. Po tashmë unë mundem sepse po e baj këtë gjë, po udhtoj. Jam unë ajo që po udhtoj dhe du me e provu. Du me e pa, du me e eksploru, du me pa dhe vendin tem. Du me e pa në këtë fazë të jetës, cili vend po më përshtatet më shumë. Cili vend po më ofron më shumë. Karriera jame ku po funksionon më së miri. Ku po i kam projektet më shumë. Dhe më thënë, ku ndihem unë më mirë. Dhe njeriu po nuk lëvizi, po nuk e provoj, po nuk e pau, atëherë nuk e din se dhe gjithmonë do ngelesh me atë pengun që pse se provova. Unë sot nuk e kam më atë problem me thënë, siç thosha dikur, ta kisha provu jashtë, sepse e kam provu dhe po e provoj. Dhe e kam edhe rrugën e provu. Me fjalë tjera e ka liru diçka në vetveten tënde që më në fund ka në përfundim që thonë diçka, tash pe diçka afrohet, çka ndodh, edhe ke ma lehtë me manevru. Patjetër, unë kam jetuar edhe në New York 5 muaj. Dhe e kam provu edhe jetën atje. Dhe jam shumë e lumtur, edhe nesër mund t'i kthem edhe jetës atje. Sepse më ka pëlqyer shumë. Dhe i kam provu këto gjëra dhe di se nesër kur të vinë momenti me arrit ai konkluzioni, me bë atë vendosjen, do jem 100% e sigurt te ajo gjë që unë du. Dhe e di që të paktën nuk do iki me pishmanllëk. Dhe shkodra tërheq ta njëtën. Po, është magnet është, a? Është magnet. Vendi jonë është magnet, në përgjithësi. Përgjithësi, është e vërtet. Ku do të shkosh në trojet shqiptare, është magnet, po fal për Shkodrën. Pse Shkodra është e tillë? Me pak fjalë. E di që se na Shkodran. It's okay, e kena këtë. E de kuptoj edhe nga ana e njerëzve të tjerë, të rrethave të tjera, që ndoshta ndonjëherë bëhet edhe e bezdisshme, po ç'a më bë? Po jo më sprish punë, nuk është e bezdishme sepse ne e dim që ka një traditë vjetër si qytet edhe janë shumë specifik, sidomos humori i Shkodrës. Është vend specifik. Dhe më thonë, siç ta thosh edhe në fillim, ka vende ku ti mundesh mu bë modest dhe duhesh me kanë modest, sepse duhesh me kanë me kam tokë. Po ka edhe momente ku ti duhesh me thënë realitetin. Dhe kur vjen puna për me fol për Shkodrën, do të më nal edhe me opozicionu edhe me fol siç është me fol. Edhe ajo është, cilë është? Shkodra është dashni, dhe normalisht, unë për shembull e kam atë, unë kam jetuar në Tiranë. Unë për veti, Tirana ka shumë mundësi, edhe është kryeqytet. Ka ato të vetat. Po unë për shembull kam jetuar në Toronto, kam jetuar në New York, me mallon tonë botë nuk mund të jetoj në Tiranë. Kaosi, zhurma, sepse edhe këtu ka kaos, edhe këtu ka zhurmë, edhe këtu ka popullsi të madhe, po është e organizuar. Aty më duket sikur s'është e organizuar, nuk e di. Dhe për njerëzit të cilët kanë jetuar ta jetën e tyre në Tirana, ose siç i thonë se Tirana, është shumë e dashur. Është shumë e dashur. Dhe
unë këte e kam, po unë për shembull jam atje, e kam mundësinë me jetu në Tiranë dhe e kam mundësinë me shku tash edhe me rrugën me infrastrukturën që është bëhe, ke shumë të lehtë me shkon shumë shpejt. Unë zgjedh me mbaru çka kam me mbaru dhe direkt më kthy në Shkodër. Kam qetësinë time aty, kam familjen time mi tana, por ndjesia, shton shumë të ndjesia që kam. Dhe Shkodra, ta thash edhe në fillim, mu më ka rritë si artiste, po edhe ke shumë dashni, sepse ka art, ka sport, ka humor. Domthon qytetarët shkodran e përqafojnë artin, sportin, domthon janë për krahas. Edhe e ndjekun shumë. E ndjekun këto marrit. E vlerësojnë shumë, edhe janë një suport shumë i madh për tan artista, futbollista, çdo lloj profesioni, çdo shkodran që lëviz nëpër botë, ata i ndjekin edhe janë shumë të kujdesshëm, janë shumë shtec. Dhe për këtë gjë them që gjithmonë i detyrohem atij qyteti për atë çka më ka dhënë. Jo vetëm unë, po çdo shkodran. Ka pas shumë artista të maj. Kompozitor, o zoti ma. Nga Mianis. S'di ku Mianis. Fiks nuk di nga Mianis. Ato kënga të bukura, ato tekste. Për shembull Shkodra ka plot dashuri. Gaze brenga në sheti, por unë të kam dash ty. Shi unë bili qenë piklon, vete di qfar më mundon. Dje me vajza kur festojnë, e të them kujto, vjen ajo që shkon, kush të deshi prap të do, afër meje, në Shkodër të vish, eja shpirti. Kush e ka vënë? Për kompozitorin unë jam, këtu nuk di me ta thanë, sepse në Shkodër dish ka një histori të gjatë, që halo nuk i dihet përfundimi, se disa akuzojnë që jo, vjen nga kjo këngë, nga ajo këngë, por që përveç në Shkodër të vish ka shumë këngë tjera, shkodrane të vjetra, Syni si qershia, Kaçurrelat. Cili është ai kompozitori që i ka shku këngën për një orë, i ka thonë ke gruan e bukur. Batë se kam Cila është ai? O zot, sa vjen keq që se di. E kam dëgju këtë rast. Ndoshta mos e ke fjalën për këngën për mu pas ka kanë kismet. Palok Kurti. Po më doket, po ja nuk e di. Ja, nuk sepse e di. kjo është një këngë që ka një histori shumë të veçantë, se ka ndodhur që është kriju kënga në moment kur kompozitori ka pa vajzën që ka dash, tu martu dhe ky ka kënë në orkestër. Dhe ka bën moment dhe ja ka kënu atë natë. Dhe jo, ka më cilë kjo, se ju keni shumë këngë dashnis. Këngë dashniet. Ha? Shkodra ka plot dashuri. Bravo. Klodian, për tash du për projektet e ashme, çka je duke punu tash? Unë momentalisht kam shumë këngë të cilat i kam akoma të pa publikume, së fundmi kam publiku duetin me Stine. Stine është rapper, po... Artist R&B, mund të R&B, po. Dhe e falenderoj, sepse ai ka kënë njeriu i parë që më ka bë këngën teme të parë. Ai beson që në kulmin e tij, kur ai ka pas karrierën on top, jo se ka dhe sot, se ai ka një emër që ka vuvullën e tij në muzikën shqiptare, por në atë kohë që sa kishte nxjerr hitet më të mëdha ti, u mor me një vajzë 6 vjeçe që i shkoi në studio dhe më bani këngën e parë. Dhe për mu është diçka shumë e rëndësishme kur një artist vlerëson hap derën për artistat e ri. Dhe është shembull, Nesti, si i them unë, Stine, është shembull për tanë artistat për me e pa të ardhmen dhe me kanë me kanë në tokë. Edhe me qenë bashkëpunus. Dhe me kanë bashkëpunus. Ai është shumë bashkëpunus dhe me njëherë ka pranu për me bë bashkëpunimin dhe gjithmonë më ka suportu. Edhe kënga tashmë është në YouTube, po pritet shumë mirë nga publiku, e ka titullin Kallma Cigare, por nuk është ajo Kallma Cigare. Ai nuk është ajo tjetra kënga. Dhe kam edhe projekte të tjera që do të vinë së shpejti, disa projekte janë solo, disa tjera do të vinë bashkëpunime gjithashtu. Po unë e përgëzoj Stinën edhe e falenderoj që është një artist i tillë, se me të vërtet
i dua, i admiroj, i respektoj artistët bashkëpunues. Patjetër. Se du ta kuptojnë që arti nuk bëhet ndryshe pos me një bashkëpunim të mirëfillt. Edhe sidomos për brezat e ri është shumë e rëndësishme mbështetja, sidomos nga ata cilët janë përpara teje ose Me e kanë arrit një dorë. me dhënë një dorë, sepse për ne është shumë e vështirë me çan treg. Dhe sidomos në këto kohë ku ne jena edhe përballë inteligjencës artificiale. Është shumë e vështirë. Dhe dikur për shembull, sepse thonë, dhe dikur ka kanë e vështirë, po dikur ke pas një televizion, ke pas një festival të fundvitit ku janë mbledh ton familja me pa një program, me një orar të caktuar. Ndërsa sot ka pafund platforma, ka pafund mundësi, por me arrit tek publiku dhe me kanë një artist i mirëfillt ose me pas atë suksesin që me u trajtu tamam si artist është e vështirë, shumë sidomos në këto kohë. Kështu që prandaj them është shumë e rëndësishme, sepse ti mund të jesh super talent. Sa talente ka që janë sot që nuk e vazhdojnë më këtë profesion. Sa talente ka që sot janë të detyruar me bë profesione të tjera sepse nuk kanë buk nga arti. Është vështirë me jetu nga arti. Është shumë e vështirë. Ka kanë gjithmonë, po sidomos do kohë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Dhe sidomos këto talente të reja që dalin pa fund, edhe në këto kohë që flasim ka dalë pa fund talente të reja. Nuk e vazhdojnë ose stepen edhe ndalojnë edhe goditen shumë fort edhe ndonjëherë edhe zhgënjehen sa që nuk e vazhdojnë më këtë rrugtim vetëm për shkak të kësaj ose për shkak se ka njerëz të cilët janë shumë më përpara, e kanë platformën, e kanë suksesin, po nuk hapin rrugë ose të godasin kur të shohin si kërcënim. Por duhet me kuptu që ka vend për tanë. Dhe duhet me kuptu që, si që thot mami eme, është si ajo kursia e avionëve. Ti ke kursin tënde, ai tjetri ka kursin e vet. Dhe çdo njeri duhet me kuptu që ti ke fatin, edhe siç i thonë në gjuhën popullore, ke riskun tënd, që nuk mundet me ta marrë kërkush. Që duhet me me kam tokë edhe me kanë njeri i mirë, mendoj unë, duhet me kanë shumë pozitiv. Sepse një fjalë e mirë të duhet. Edhe nuk e kuptoj ndonjëherë njerëzit pse bëhen shumë egoist. Sepse sidomos në të profesion është diçka që dëgjohet, është diçka që shikohet. Është një aura që ti o e ke o nuk e ke. O ta ka fal Zoti yllin ball, ose ta ka fal. Dhe nëse ty të don publiku, nëse ti e ke atë aftësi, gjithmonë ke me ecë. Sa dol goditje luftë kesh. Dhe për këtë tham, ndonjëherë pse artistat të cilët e kanë atë suksesin e ulin e herë veten vetëm te këto xhanat e vogla. Prandaj duhet me kanë i madh. Edhe me kanë artisti i madh, nuk do të thotë me pas ato klikimet, ato viewsat, me kanë artisti i madh duhet me kanë në shpirt. Shpirtin e madh pas. Pas një shpirt të madh të pastër. Të pastër, ja. Kështu që prandaj ta dhash edhe rastin me Stinën, edhe ka edhe shumë artista tjerë, se du me përmend kolegun tëm që është i mrekullueshëm, është edhe mik i jemi, jo vetëm koleg i mirë, Faton Isufe, që Gilanxhia. Shabani me more. Ka dalë. Ma e përshnesin për zërësështi madhë. Ka qenë këtu në studio, me po shoqive, ta shapaske bove, marë. Se e imiton atë akcentin e Gilanit, ta shapathuve, marë. Ka dalë me Gajret Begjallo, se ata i thonë djali Gjallo. Po dhe lunë mira, djali mira, djali fantastik është Fatoni. Ajo është artist i madh për mua. Shumë shpirt madh. Një njeri që përveç se është shok i mirë, është edhe një njeri që të shikon, të vlerëson edhe ta jep mundësinë. Ta jep një dorë, ta ndihmon diku. Mu për shembull, që kur ka ardhur në Kanada, se Nina ka qellu mu njoh përmjet aktiviteteve në Kanada. Unë kur kam ikë dhe kam takuar në Prishtinë, në live-et që kush e ka mundësinë me shku me një Fatonin, ka me kalu momentet më të bukura. Është tjetër energji ka është njeriu më atmosferik, një super këngëtar dhe një super instrumentist, po. Bambu, e ka pa live. Atëherë përshëndesim edhe përshëndesim komplet stafin e Bambus, e po edhe Fatonin. Edhe kam shumë miq të mirë. Kam Fatonin, kam edhe ton Prishtinën, do të më thonë, sa është i thonë ana. Që më kanë prit në Dubai kur kam ik.
edhe për shembull unë e vlerësoj shumë që Fatoni në mbrëmjet me shqiptarë që ka bën në Dubai e ka mendu dhe ka zgjedhur që me kanë unë pjesë e mbrëmjes atje dhe biles duhet ta promovojmë si gjë sepse ka edhe shqiptar të shumt në Dubai ku po mundohen së bashku me Tonin që me pru mbrëmje muzikore shumë të bukura edhe me i mbledh shqiptarët atje. Ka plot shqiptar, ka biznesmen, ka njerëz që shkojnë për çef Ka, kështu vizitë. por edhe kur bën aktivitete të tilla, mendoj që është shumë e rëndësishme mbështetja e artistëve që vinë atje, edhe mbledhja me njëri tjetrin. Kështu që për me dalë edhe një herë tek tema që kishim, është shumë e rëndësishme me ka një njeri me zemër të pastër. Siç je ti. Se dishta me dalë të ti. Baca Arnive. Si që ti se tash po mundot me adhon një kompliment edhe mu se unë kam nevojë, jam të pritur në Fatoni veshoqive, po dhe unë pa ka Po ti prit dalë, më ka ka dalë me gjalo me tha, gajre gjalo. dhe gjalo. Gjem, jo me ta thonë se unë ta kam thonë shumë herë, dhe jo sepse na jena në podcast, po je një njeri që unë të kam pa për këto vite në një rritje shumë të madhe, po pak e kushti din vlerat që ke ti, fillimisht si njeri, më pas si artist. Unë edhe kur kam shku në Shqipëri, ju kam tregu njerëzve që e dini se në Kanada, në mënyrën më të përsosur, në mënyrën më të mirë, më profesionale, na përfaqëson Jimmy Okaj. Sepse kam pa që ju kanë dhënë vëmendje shumë aktorëve shqiptar, po mendoj që akoma nuk e ki pas vëmendjen e duhur dhe nuk ta kanë dhënë atë që ty të takon. Sepse me pa si vin tane, me pa demoril që ti ke dhe formimin që ke ti si artist, duhet shumë më shumë vëmendje. Po shpresoj në ditë që e Dhe kuptoj. po ka me ardhë dhe ti e ke ba këtë me ndihmën e Ervinit që po ba një punë të palodhën, me ndihmën e njerëzve të cilët të kanë suportu, po në vetvete, mos më keq kuptojnë gjithë ata cilët kanë për krah, po në vetvete vetëm. Sepse me marrë një iniciativë të tillë, me rreziku në fillim sepse ishte një rrezik i madh, se si do të pritet, zbashku me Ervinin edhe një herë Ervin. Bravo të qoftë, unë kur kam jam surprizu. Është një iniciativë që ti e the, Klodian, kur ma thënë në fillim, unë do ta bëj, edhe ke me e pa, se si ka me bo, unë erdha dhe posh pike presje, 7 herë edhe më mirë nga jo që ma kishe thënë, atë çka ti ke realizu. Dhe unë e di që ti ke me realizu edhe ato planet tjera që i ke. Edhe shpresoj që ti realizosh. Shpresoj të realizoj gjitha, si thonë në Shkodër, tetana. Tetana, po. Po të falenderoj Mitana për mbështetjen. Sepse më ke mbështet shumë si artiste, qoftë edhe telefonatat që mi ban, që interesohesh, që më ndjek edhe, qoftë edhe që më pyet si je, pavarësisht se na jena miqë, edhe ajo gjë ndodh për inerci që ne do ta pyesim njëri tjetrin gjithmonë si Po e për cilë aktivitetet që bën. Por është shumë e rëndësishme që ti më jep edhe këtë hapësirë sot. Kështu që e vlerësoj, të falenderoj. Me shumë knatësi këto, të lutem. Edhe mezi pres me të po aty ku kam dëshirën. Të lutem, unë vetëm shpresoj që të shoh me një film të madh. Unë menoj që je aktore talentume, përveç këngës që di që je këngëtare. Paka shumë nuk e di në këtë pjesën që e ke talentin para kamerës, po ne jem këtu, do të bashkëpunojmë, edhe unë shpresoj që do hapet dera për gjithë, ata që e kanë përniment edhe që dojnë me punu. E di që je artiste mirë, je person i mirë, për këspar je një familje mirë se në bazë mamit, se kur e kam taku mamin tënë e kam kuptu mas një kushok Klodiana, se e merë vesh, po Klodian të uroj shumë sukses edhe fat, se edhe fat du të me pas, po edhe gjitha të andra të realizonjë nga një, edhe shpresoj që takomin e gjirim të malë të filmit, dikon. Po pa tjetër. Unë jam gati, a i gati ti? Gati, ishte knasi Klodiana Vota. Faleminderit shumë, shumë respekt. Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit. Bac.